ftoj PD-kën të propozoj një deputet për antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj listën serbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit. Disa nuk ka propozime, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e tre deputet kanë dhënë votën për, 1 ka qenë kundër, abstenim nuk ka. Ndërpritet seanca, shihemi me 2 qershor në orën 10:30.